Dhe përses se me që më të pëllaj nga këto keni qizim për të tjerat, I gjatë ndështë hecë nga lume dhe për cilë e lumet, rritje lumit. Të më të them, kujdes miner, më se me topin, se le topin. Këtë të regojnë se lumi ka qenë më lakte, shumë i malë, shqipën gjurëmët, lumi ka mund tjetë deri këto dykur. Për nga I qizimet e mija shqipës e shkuar. Pra topin e lash dhe topin e ndroa vendin është loja me top. Topi shkoj dhe kjo që është I njohë miliomet, e dim në atin e neve, pa fjallë. Ndoj se hecin time nuk do të kem të letë ose të letë ose do të them brapa të ma një rrugë tjetër. Gjurëmët mendoj që janë të bërës e të tori që ka ra dhe ka bë thyrje. Gjithë shka natyrë, shumë zora. Dhe bërime të vogla që lidhën me lumin vinë nga shullani. Tash pasi ka reshje të shiut dhe ka ma shumë bërime, ka ma shumë ujë. Shumë interesante këtë më tjetë, shumë interesante me kanu, me anija, se kanu një të sportit që kanë mund të kendi kanë relaksime, këto frimzime, me lumejtë, lumit të gjallë, këto. Tash është lumi tash. Se shëfë të kalot letë, ndështë një për një nuk kam pengesa, dhe shë a mund të shkoj dhe të arat e viqës. Dhe atë ka mënyra më të leta me hecë. Mund të kalot kënej, për kytje. Dhe ta provoj. Nga faktës se lumi ka qenë shumë ma rëmbyar, ma I malë. Ka ardhe këtu ka qenë me ujë, që jetë që asë zvëglua lumi. Dhe këtu mendoj mund të kalen kom. Qëmë pra si e ka pastrua këtë rrugë dhe mund të kaloj shumë letë këtu mendoj. Tash provoj lëvizjet e mija, dhe në viqë dhe anën tjetër të dalë nga Firoja. Këtu mendoj është e pa mundur për mua nga pregaditjes. Nuk I kam. E mundur është, për nuk I kam pregaditjet. A pra I gjeta, do në të dikuj të lame, sa për të veshë, sa. Ta se thojmë ta fuqia ujtë e banë gdhenjën dhe dhauta për erozionin, shtrira e shtratit ti, dhe gjithmonë nga rësiqet që shtrira e shtratit dhe rritja lumeve në vendet perëndimore I marojnë koritat, mbrojtja.
Pasi ki lëmë nuk është që shvizuar për lëndrime, për prania për diçka është i vogël, dhe kushtet nuk ka të më shumë të bëhet të mbrojt, mos bën ma shumë dame, të mëne ka rrugën e vetë të vjetër që ndryshojnë kohën gjeologjike, që ndryshojnë dhe shtratat e tyre. Si këtu ku kemi gjatë lëvizje do të ketë kujdes rrëshitje dheut më të rrëshqet njëri me dheun dhe ketë pasoja, si ku këtu që më shembja dheut. Më thonë nga njëherë janë dhe lëvizjet e mija si të në kurështare, lëvizjet e shpejta që mund të kenë me pasoja. Ta shemi të fusha madhe gropa. Në të amënat e para shumë viteve 50 nuk dhja se është sakt. Është një plan këtu që të me shqipe të marot ke gropë, të të ndalët uj, ndalët lepenci nga këtu të kryot një liqej, që ka si pikë strategjike me ndodhë nuk di kur do të vjenë. Ke gropë e madhe që është të më parë në atë shqipët diga ku ndalët uj dhe ndrën drejtimin, bëmën drejtimin në gipat. Gipat janë të diametrin më mendoj të këndikon ose 1 metër në 20 ose 2 metra e ka matë me një kohë, gipat e qelekt. Lithia lurit lithijes që janë me pika shio, ljumi këtu që del pas sënales së digës. Jam të veni që janë gjumë të Shqipën, Rumujan që ka bërë ljumi, më në viteve ka qenë 79, më ka bërë kam qenë i ri. Dhe këtu Shqipën dhe sot gjumët, të si ka, të më thonë, atë pjesën balore të fshatit, të më thonë të kodët, e ka gry ljumi, ka qenë shumë kohë këtu e pakalushme, të më thonë, me kohë janë ndërtime, ndryshimet, dhe në atës rruga. Në atë kemi një perda, për që të mdoarë, që mos të kenë korreqe njerëzit të shqyqojnë, që ka ndodhë me lumin, mbrojtja e të vërtetës, të shqyqojnë. Nisa herë kam menduar dhe kam treguar mendimet e mia për çka duhet ajo perde. Ka kalush dhe këtu pak e vërtësi, po ka mundësi dhe pak kalaj. Nuk shifra nga veti, jam në cizme. Mos qeni këtë nga one. Pra këtu jemi këtë vendi, mendoj këtu jemi vendi sakt, nuk e di ashtë sakt. Kem pas pus, ku jem lakë si fëmi, pas jem rritën pas shumë kohë, dhe është do të rrita në pusin, që të më nuk e di të ndryshoj, pak ma nesi një lloj pusi malë, që kalon ujë kur del nga gypat, po si tonë e të prica që më që lejot, është e ljume nuk me përqindje, të ketë ujë, tjetë gjithmonë lumit të ketë ujë. Ta që mjaftën përqindjen dhe që e ka uja, po. Guxoja, po nuk guxoj, të nqizoja, po të raportoj këto, të shimi, të si duke kja. Ta shaf deri ku shkoj. Mund ta qojmë ujvare. Pra vazhdoj rrugën time, traportimin, ngritje ljume dhe këtë digët. Jemi vazhdon rruga ime, ande nuk mund të dalë dhe mendoj të shkoj deri në Viq. Pejsike shumë e rëndësishme që kemi mollën, mollat e egra kanë dalë dhe këto mund t'i batë me dikun dhe të qëmë një vend tjetër shortë të natyrës, plotësisht natyrës, ku jetojmë këto, jemi ka pjesa e ku jemi këtu nga pjesa e Shkollanit të Viqit dhe më thonë nga gropa, si shqipe sa shumë molla kanë bërë këto. Gjithçka kemi të fotografia, incizimi, ende nuk ka bërë, është nxehtësi, ka rreshi shiu, këtu të madhe. Mendoj se edhe pak kur nuk di nga informacionet e meteorologjisë, nuk di kur do fillon bora në këtë dimër. Kemi të kultura, mjedra, shqipe dhe punimin jarë të mare. Dhe me kultura që është në pjesën tonë e zhvillua, ka shumë familje që vazhdojnë me kultivimin e mjedrës dhe ka dënacime, që bënë përkaje
ndihma të tjera. Shifët lumin nuk është rritra që madhë, dhe më thonë da këta ndalë pengetën nuk mund të e thamë. Mjaftan ajo është i njëti që ishte më përë dhe këtu, më shifët që nuk ka ujtë të madhë. Nuk ka rritë se rreshet e kanë qenë, nuk kanë qenë të mdoja dhe bjeshka me ndajnë e bjeshka rabor, dhe këtu që nuk ka rrezikje të naunën tonë. Pak jemi të kultura e mjedrës të që shifët, në më pashë dhe në firaj, ka shumë rrëtin në fshatra, të që miren me kulturën e mjedrës. Ma edhe nështë ka qenë ujë maj madhe si shifët gjumë dhe këtu ka qenë ujë dhe imbuluar që ka orë këto. Ka me rrugë të lumi ka më këto. Dhe të mbetet kjo mendoj në zhvillimin ashtë që mendoj gjungla, firaj, të luzinat. Dhe njëherë do të kërkohet nga njerëzit që e mbrojnë natyrë, tjetë ke mbrojtër, tjetë si gjungull. Pra këtu heqin nëpër gjungull, që është krijuar gjithçka natyre, pastërt. Nuk di sa do të kemë vështirësi, por do të mundohem t'i përcjelli rrugët, mas heci këto vështirësive. Natyre pastër, hetën natyre pastër që thashtë më herë rikujtoa, për kam përsëritur. Do të mbetet kjo vërtet një natyre e pastër që ka një formën e gjunglës. Dhe me thënë me këto përfundon kinqizim, të askinqizimin tim mendoj dhe ta bëj me GoPro, ma investimin. Do del pak më interesante, dhe më ju përshëndes dhe ju uroj një ditë mirë nga raportimet e Minë Sadikut, kontaktet me mua. Kontaktet me publikun nuk kam që thirrjet ose vërejtjet që mund të gjizohen të raportohen, pasi që unë nuk jetoj këto. Jam për një kohë të shkurt, vi dhe shkoj. Raportimet e mia janë ose shkrimet e mia që punoj me qatin inteligent, ose ata që shoh dhe punoj dhe raportoj në postimet e mia në profilin tim, është maj kompakt dhe maj sakt mendoj në raportimet e mia të gazetarisë. Gazetaria e Minë Sadikut vazhdonin pa varë. Që është dhe pyetja për ka mënon Minë Sadiku, unë punoj për veti dhe për ju. Të shohmi si do shkon rruga ime. Do thotë ndonjë ditë do të jetoj nga kjo, do të jetë zyra ime, do të jetë puna ime, do të jetë mundësia juaj, kontaktet e raportet me gazetarin, që do të qenë, unë jam këtu, raportet e mia nuk janë të këqija dhe janë këtu që kanë qenë këtë kohë dhe janë përpas ka kërcënimet është me shkem në mënyrë të drejt për drejt në profilin tim. Mirë po vazhdimësia dhe mbrojtja ime dhe sulmi nuk ka qenë as që kjarta për koha që nuk kanë gjetë kohë të gjenë kushaj që sulmon. Pra kjo sulmon është anonim, anonimi është anonim, për linja e trimave të firaj dikun thirët, dhe këto kam thirë dhe e thas, e ja, trimi firajës, në trego diçka më shumë për firajën, në trego drejtet e tua, në trego mësit e tua, në trego realitetin dhe debatet e tua, qka preki Minë Sadiku dhe trego këto. Dhe më thonë jetë diçka një përqarja një njëjtë, më në nuk e di kush është. Pa është një njeri i lindur, dhe më thonë 1989 si pas profilit ti që shkruan, dhe më thonë, dhe kjo është që thamë, e ndëgjon dikush, se ndëgjon vazhdimësia dhe mendimi juaj është i keq që është. Pra me të mira,